Sa i përket atyre që janë personat pa identifikuar dhe me maska, mirë do ishte bërë të kishte fare. Jo, pa nuk mund të themi gjëra të tilla në transmetim. Të lutem. Kush vajti? Vajti shteti? Vajti policia, me policinë merresh vesh. Me policinë, policia ka një komandë, ka një ligj, ka një detyrë, ulesh dhe merresh vesh dhe bisedon me të. Këta me maska çfarë janë? Mësuaj ti, me që nuk themi do të media. Dakor, se ju na keni mbyllur gojën tani. Këtë mos e duaj se nuk në media, aty lutem, dale. Është aspekti etik. Zotëris, cila është etika? Nga i gjetët të fjalë etik ju? Ku e gjetët? Zoti Islami, si e shpjegoni në këtë mënyrë që ndiqet e njëjta skem si në rjoll ku dërgohen persona të pa identifikuar? Po ti s'më lë ta shpjegoj se ti më thua se lë etika. Më keni vënë atë në një agitacion propagandë, këtë më thua, absolutisht jo, mund ta vijoni. Do më lësh të them ato që them se janë më përgjegjësia ime. Po. Dhe të them këta njerëz që vjen anonim me maska, këta duhet të vënë atje se këta nuk janë shqiptarë. Këta janë mercenarë të ardhur që pushtojnë tokë shqiptare. Ose dalin të deklarojnë kush janë, dy rrugë janë. O janë mercenarë të ardhur dhe duan rëndësisuar fizikisht, ose janë të ardhur nga shteti, të paraqiten, të prezantojnë dhe qytetarët të dinë me kë bëjnë. Prandaj mos më thuaj mua, nuk na lejon media. Cila media nuk na lejon zotëri? Cila media? Dhe çfarë kanë bërë media sun? Që them një të vërtet? Jo, nuk po themi atë. Ju keni gjithë drejtën tuaj për të shprehur gjithë revoltën në këtë rast. Por atje kanë vajtur, prandaj thash kanë vajtur anonim dhe kanë vajtur njerëz të panjohur dhe duheshin unë jam për atë, duheshin arrestuar nëse nuk kanë pasur autorizim nga shteti për të vajtur atje për të mbrojtur. Kush i dërgoi këta anonim? Dhe policia e shtetit çka bër atje? Nuk e dim, kanë qenë bashkë me policinë apo kanë qenë me vete këta. Pra kjo punë do studim, do hetim të mëtejshëm dhe do hetohet jam i bindur dhe kam besim që drejtori i policisë shtetit, i cili është vendosur i ri tani dhe është me karakter dhe me potencial të madh intelektual, do të gjej gurit vendin dhe do t'i çojë gjërat në përmendje. Do dalin përgjegjësitë. Për këtë kam besim absolut sepse e njoh dhe familjen e këtij drejtori të përgjithshëm të policisë shtetit, ja e njoh dhe që është nga një familje e fisme, nga një familje adetare dhe nga një familje që nuk bën kompromis me të keqet. Pra do shkoj e drejta në vend atje. Problemi është që Qeveria zotëri, kryeministri, ministri brendshëm, presidenti, ku janë që po bën këto katrahura në Shqipëri dhe shteti i ri edhe dërgon policinë e shkret aty të përplaset. Çfarë ka polici? Se policitë i thonë shko mbroj, këtë mbroj. Pra duhet gjetur zgjidhje atje. Kush është pronari dhe kush e ka shitur 300 hektarë. Neve nuk po marrim dot pronën tonë që kemi pasur 300 metra tokë që ka pasur në time në fshat, në Golëm, edhe se marrë do. A i merë 300 hektarë, që bëtë kështu mune. Qanë këto qëndrime të dy anshme. Nga njëra anë i jep dikujt miliona, mira, kilometra të tëra dhe hektarë të tëra, nga ana tjetër qytetari që nuk jep atë certifikat e prodhësisë për 300 metra. Shikoni që bëhet dhe për agjensit a shikot. Urdhoni. Zoti Islami, çfarë fshe Edi Rama kur thot se toka në Zvërnec është private dem babadem? Gënjen. Dhe duhet të nxjerrë dokumentin e vërtet që ja ka dhënë Çifutit. Çe gënjen ai? Ose të thotë cilët janë pronarët. Dakor. Po të na thotë cilët janë pronarët dhe të dalin pronarët e ligjshëm atje me letra që janë ata pronarët të Zvërnecit, po dakor, do bëj autokritik, do t'i kërkoj falje. Po e para njëherë që ajo është zonë mbrojtur dhe edhe nëse është private, aty prevalon interesi publik i kujdesit ndaj natyrës. Prandaj shturur me tel me gjëma se është kujdesi ndaj natyrës, jo për zotëri, jo. Jo për zotëri, jo. E ka marrë që futët të
të lutem. E ka marrë jam duke përforcuar argumentin tuaj që nuk mund të jetë private, pra dhe nëse është private, pra po ta marrim hipotetikisht, nëse mund të jetë private, prevalon fakti që është zonë e mbrojtur. Zotëri, gënjen kryeministri si gjithmonë që gënjen që është gënjeshtar i pa skrupull, që është gënjeshtar i pa skrupull, një gënjeshtar ordiner, nga ata që lozën kusht mbreti ku humbi mbreti me letra në rrugë, me kartona, nga ata gënjeshtarës. I ati niveli është. Pse nuk del të thotë të vërtetën? Pse nuk del të thotë të vërtetën e cilët janë pronarët? Ore, ka transparencë, kjo qeveria s'ka njerë. Nuk ka transparencë. Pra duhet rëzuar me çdo kush kjo qeveri. Kjo qeveri dhe kjo klasë politike duhen qëruar nga pushteti me të gjitha mjetet e mundshme që disponon shoqëria njerëzore. Po, kush mund të arrëzoj se Berisha kishte mbledhur kuvendin kombëtar dhe nuk ka shkuar protestoj në Zvërnec? Pra pasini në gojë atë kërëm të vjetër ju, atë kufom që mban erë qelbe të gjithë Shqipëria nga veprat e tija. Pa jo të rëtusi opozitës. Si së opozit, më ku ke opozit? Pa i që është. Pse më ne hani sa punin për djathtë? Jo, më nuk është. Nuk është. Ata hahen si qënt në korit, atje për të mbajtur atë kufom politike se në verin deri në fund në karrike. Dhe ta mbajnë, të roj. Ai non grata është, nuk i gjet non grata, nuk merr pushtet dhe mbetet mban peng Shqipërinë duke mbajtur në pushtet kriminalët komunist, sepse është super komunist. Është komunist i pastër, komunist në ata të 41-shit, në ata të Dušan Mugoshës dhe Miladin Popovicit, nga ata komunistët Sali Berisha, dhe prandaj bën ashtu siç bën. Zoti Islami, si mendoni se do të zgjidhet çështja e Zvërnecit teksa edhe në një investigim që kishte bërë Rjeti Birn, theksoi se pas çështjes së Zvërnecit, pra investimeve në Zvërnec, fshihen persona me probleme me drejtësinë, oligark të caktuar dhe njerëz mjaft fuqishëm. E kanë gabim. Pas problemit në Zvërnec dhe të gjithë Shqipërinë perëndimore, po va them unë, fshihet Çifuti që ka Edi Rama këshilltar në sy. Është ai. Është ekskluzivisht ai. Prandaj aty mos e hanë sa punin për djathtë shqiptarët. Megjithatë, zgjidhja është përmbysja e kësaj qeverie me të gjitha mjetet. S'ka zgjidhje tjetër. Ndryshe s'kemi më Shqipëri. Unë ju bëj thirrje se me harrova diçka ta them, sepse kanali juaj shikohet edhe në diasporë, ju bëj thirrje djemve dhe burrave që janë në diasporë të ngrihen dhe të vinë dhe të bëjnë të njëjtën gjë që bën djemt dhe burrat e Kosovës në 1999 që u kthyen nga emigrimi, morën armët dhe luftuan dhe çliruan Kosovën. U bë thirrje këtyre të vinë të çlirojnë Shqipërinë, se Shqipëria është e uzurpuar nga kriminal, sadist, bandit, hajdut të tëra ngjyrave dhe me mbështetje politike. Të vinë ta përmbyssim, nuk them të marrën armët, them të vinë të protestojnë 1 ditë, 2, 3, 5, një muaj, të bllokojnë ekonominë, të bllokojnë gjithçka derisa këta të dorëzohen të qërohen nga pushteti. Zoti Islami, apo shet interesat e Shqipërisë Edi Rama për të korrigjuar marrëdhëniet e tij me presidentin amerikan Donald Trump, duke qenë se vajza e Trumpit dhe dhëndri i presidentit amerikan Jared Kushner janë ata që do të investojnë në Zvërnec dhe në ishullin e Sazanit? Të qërohen ata edhe Trumpi bashkë se në Zvërnec e në Sazan nuk do bëjnë pjesë, nuk do marrën pjesë. Të qërohen. I jati me gjithë të bitë. A i të vejnë në atë në ishullin e Epstein ai, baba i tyre. Se atje i kanë dalë videot. Atje të vejnë ai Trumpi. E të mos bitë në marrë dhe vejnë ishullin e Sazanit dhe Zvërnecin. Jo, zotëri, si merë do. Se do ngrihen shqiptarët, jeni të sigurt. Ne nuk flasim kot. Ne që bëjmë thirrje ditë për ditë, nuk na vetë fjala dëm, jo. Ne dim që dëgjohemi, e dim që shënohen ato që themi neve, mban proces verbalin e madh populli ynë. Dhe kur të hapet ai proces verbal, mirë ata që do t'i dalën përpara këtij populli.